gjë që më pëlqen te ky festival është që I rikthen në skenë vlerat e mirëfillta të artit, muzikës, etnosit shqiptar. Dhe kjo duhet vlerësohet jashtëzakonisht shumë. Kujtesa e artistëve që kanë lënë gjurmë historinë vendit tonë është mirë që të ushqehet vazhdimisht nëpërmjet aktiviteteve të tilla, sepse një komb njihet kryesisht nëpërmjet figurave të mëdha që ka nxjerrë. Më vjen mirë që është marrë si iniciativë, pasi si Shqipëria, po ashtu edhe Kosova kanë mungesë të organizimeve të tilla, po ashtu kemi shumë artistë të rinj që presin të evidentohen dhe ku ka rast më të bukur se sa të jetë një organizim I tillë, një festival I tillë, ku secili prej artistëve mund të shpalosë më të mirën e vet, gjithashtu duke interpretuar perla të ikonave të muzikës shqiptare. Po e lidh me një gjë, me një kuriozitet, në vitin e kaluar po e shifsha nga kolegët e mi që kishin këndu në natën e Nexhmie Pagarushës. Edhe po e shifsha thash, ua sa bukur, po e një gjoja duke këndu këngët edhe nuk e di për një çast I menova se çfarë këngë do të kisha zgjedh unë me këndu. Pas asaj, ndoshta disa muaj, merdhi ftesa. Edhe ishte shumë interesant se thash, atëherë e di se çfarë do këndoj edhe natyrisht ftesën e kam pranuar me shumë kënaqësi. Muzika është një gjuhë të cilën e flasin të gjithë popujt. Fati që muzika ka, aftësi, I lejon popujt të afrohen më shpejt me njëri tjetrin. I lejon kulturat të lidhen me njëra tjetrën, pra të krijohen ura lidhëse. Muzika është një art e cila I bashkon njerëz dhe unë lutem që në botë të ketë paqe, të ketë art mirëfill, të ketë muzikë e kurse si të mos ketë luftë. Besoj se do të kisha një mesazh që nuk do të kishte shkuar në një vesh të shurdhër, që ata që janë përgjegjës për muzikën tonë, edhe që I udhëheqin këtë shtet, ky kryeqytet meriton një teatr, një skenë koncertale që këta gjigantët e skenës kur të vinë, ta kenë vendin e merituar, edhe jo vetëm ata, po edhe ky popull aq I vojtur, të ketë atë dinjitetin e vetë që kur të vinë këta gjigantët të skenave botërore, të ndjehen krenar për atë që janë. Ajo që më ka tërhek në këtë festival ka qenë ndoshta gjithmonë ajo Nata Gala, e cila ka mbledh shumë artist ndërkombëtar. Shiko, është vështirë me bo një, si thosh, një festival të përmasave të tilla, ku të vinë këngëtar të ndryshëm, ndërkombëtar, të spikatur në skenat ndërkombëtare, vinë me një vend siç është Prishtina, një vend siç është Kosova. Formatet e tilla që krijojnë lidhje, që krijojnë bashkëpunime, janë për të pas gjithmonë parasysh, prandaj unë ju baj komplimente për punën që keni bërë bashkë me fondacionin.